Astrid Bucolli nga Pokleku i Drenasit javën e kaluar u detyrua të udhëtoj deri në komunën e Fushkosovës për të furnizuar me ujë të pijshëm. Njëjtë si Bucolli, shumë qytetarë të komunës së Drenasit tash e disa ditë po përballen me mungesë të ujit të pijshëm, si pasojë e vërshimeve që ndodhen javën e kaluar. Ai thotë se për shkak të kësaj situate ka mungesë të ujit edhe në dyqanet në afërsi. Në kushtosme nuk është problemi, problemi ka që s'kena mujt me gjetë. Se kena kërku për me gjetë ujë, po s'kena mujt me gjetë. Kena vështirësi shumë mëdha. Në lëviz deri në Fushkosovë na shku me marr ujë. I zhgënjur me situatën, por edhe me kompaninë rajonale të ujësjellësit, është edhe një banor tjetër i kësaj zone. Uj apel pikëspori kryetorit Ramiz Ladrosit, ministrisë tana, shteti si duhet me intervenu se nuk quhet jeta pa ujë, është merrim. Për t'u dalë sadopak në ndihmë banorëve të prekur nga vërshimet, komuna në bashkëpunim me donator gjatë së ejtës ka shpërndar 1800 bidon ujë. Edhe sot nga Interex kemi pranuar dikun rreth 1800 bidona ujë me sasi 10 litrësh, të cilët e kemi para pa se kemi vendosur siç po shihet edhe mbrapa neve ku janë, i kemi vendosur dhe kemi bënë një thirrje që tash mas orës 13, domethënë qytetarët të vinë edhe të furnizohen me ujë. Vendi tjetër ku kemi ose pika tjetër ku kemi përcaktuar është edhe në fshatin Shtrubullov. Nga KRU Prishtina gjatë ditës nuk është bërë e ditur se kur pritet të rikthehet furnizimi i rregullt me ujë në Drenas. Me mungesë të ujit janë përballur edhe shumë komuna të tjera në vend. Ndërkaq sipas përditësimit të fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, fabrika Drenas Bivolak aktualisht po punon me kapacitete të zvogluara, por cilësia e ujit mbetet brenda standardeve të lejuara për konsum.